Në vitet kur flamurin, me shqiponjën e zezë, Valvitej, mbi kështjellat e Arbërisë dhe emri Skënderbeut, meronte sultan pashallar. Betejë më e egër nuk u zhvillua gjithmonë në fushat e Torvjolit apo në grykat e Dibrës. Ajo u zhvillua në hesht, në zemrat e njerëzve, në ambicjet e princave dhe në lakminë e tyre, që nuk duronin dot hijen e një buri më të madh se ata vetë. Skënderbeu luftonte me shpatë kundër perëndërisë osmane. Përpas shpine, duhej të ruhej nga thikat e fshehura të bashkëkombësve të tij. Mes burrave që betoheshin për besë në kuvende dhe puthnin kryqin para betejës, më i dhimbshmi ishte Mojsi Golemi. Ishte trim i madh, strateg, i zoti, i rritur në luftë, një nga ata që Skënderbeu e kishte mbajtur pranë si vëlla. Por pikërisht aty, në afërsinë, me heroin lindi Helmi. Mojsiu nuk duroi dot që lavdia e fitores i përkiste gjithnjë njeriu të vet. Ambicia e verbër dhe xhelozia e shtyn të besonte se edhe ai e meritonte të ishte prijes. Një natë, ndërsa zjarret e kampit shqiptar digjeshin ende, Mojsi Golemi kaloi te osmanët për kul para sultanit dhe pranoi të kthehej kundër atij që e kishte ngritur. U kthye në ushtri të huaj kundër Arbërisë, por u mund. Skënderbeu edhe në mëshirë e fali. Më e rëndë se tradhtia e mikut është ajo e gjakut. Hamza Gastrioti, nipi i Skënderbeut, rritur në oborin e familjes, i ushqyer me bukën dhe nderin e Gastriotëve. Ky duroi dot faktin se historia nuk e kishte zgjedhur atë. Ai besonte se gjaku i afërt jepte të drejtë pushteti, por pas se Arbëria njihte vetëm një prijes krenarin, e tij u kthye në urrejtje. Hamza i iku te osmanët, mori gratë dhe u kthye në fushë betejë përballë xhaxhait të tij. Ishte një luftë e dhimbshme, jo vetëm për shpatat që përplaseshin, por për gjakun që përballej me gjakun. Kur u kap rrobë, Skënderbeu mund ta kishte vrarë, por nuk e bëri. E internoi duke i treguar botës se ai luftonte për Arbërinë, jo për Akmarin. Megjithatë, historia mbajti në mend Hamzën si simbolin e tradhtisë familjare. Jo të gjithë tradhtarët e Skënderbeut i ngritën hapur shpatën kundër tij. Disa e bën këtë përmes përçarjes. Lek Dukagjini, prijes i fuqishëm dhe krenar, nuk pranoi kur plotësisht të ishte në hijen e Skënderbeut. Ai ishte luftëtar kundër osmanëve, por rival në pushtet. Pas vrasjes së Lek Zaharias, Arbëria u përfshi nga lufta civile. Në vend që shpatët të drejtoheshin kundër armikut të përbashkët, ta u kthyen kundër njëri tjetrit. Kjo nuk ishte tradhti e hapur kundër Skënderbeut, por ishte plagë e rëndë për qendresën shqiptare. Ambicia personale u bë armë po aq e rrezikshme sa ushtria osmane. Në veri, Pjetër Spani dhe disa prijes të tjerë lokale u luhatën mes besës dhe interesit. Herë i betoheshin Skënderbeut, herë shkonin nga Venediku ose nga Stamboll, duke kërkuar mbrojtje për tokat e tyre. Ta nuk donin të humbnin pronat, nuk donin të rrezikonin familjet, dhe për këtë arsye pranuan kompromise që do psonin frontin e përbashkët. Në sytë e historisë, kjo mbijetesë u shndrua në tradhti. Familja Balsha
i kursu nduese fuqishme. Ndaga qëndrese e madhe, gjergj stres, Balsha. I shtyr nga humbja e ndikimit dhe frika se do të mbetej në hije, u afrua me Osman. Ai nuk besonte më te fitoria shqiptare dhe zgjodhi anën që i dukej më e fortë. Ishte tradhti e lindur nga frika dhe nga dëshira për të ruajtur statusin. Edhe brenda fisit Dukagjini pati luhatje. Nikol Dukagjini në periudha të caktuara luajti lojë të dyfishtë. Duke komunikuar me Osmanët dhe duke ruajtur një besë të faktit me Skënderbeun, ishte një tradhti e hapur për një thyerje besimi që do psonte unitetin shqiptar. Andrea Topia dhe disa familje të tjera fisnik u gjendën mes tre zjarreve, Skënderbeut, Venedikut dhe perandorisë osmane. Ata zgjodhën herë njërën palë, herë tjetër, sipas interesit të momentit. Në vend që të shihnin arbërim si në fat të përbashkët, e pak, si një tabelë, ose i cili kërkonte të shpëtonte vetë. Dhe për të emrave të mëdhenj, ishin qindra tradhti të vogla, kapedan, e hapën portat e kështjellat. Fshatra që paguan haraç, burra që refuzonin të dinin në luftë. Secila prej këtyre ishte një plag e vogël, por së bashku u bën një hemoragji që lodhi trupin arbërisë. Megjithatë Skënderbeu nuk u rrëzua nga këto tradhti. Ai qëndroi deri në fund, i rrethuar nga armiq të jashtëm dhe të brendshëm. Duke i ditur se lavdia e tij ishte vetëm në fitore, por në qendres. Kur vdiq, Osmanët ende nuk e kishin poshtë. Por arbëria e përçarë dhe e lodhur nga tradhtia nuk mundi të mbante peshën e mungesës së tij. Kështu historia e tradhtive të Skënderbeut nuk është vetëm histori emrash, por histori dobësish njerëzore, ambicie, xhelozi, frikë dhe lakmi. Dhe mbi të gjitha, është dëshmia se armiku më i rrezikshëm në një kombi nuk është gjithmonë ai që vjen nga jashtë, por ai që lind brenda gjirit të tij.